Së pari, unë që kur e kam marrë të detyrë, bashkë njemi me Arbrin jo, po bashkë njemi prekosh, unë kam lënë një jetën time profesionale, e kam lënë më një anë, pikërisht për faktin se e ndjeva, besova, se ishte përveç një përgjegjësi dhe nder shumë i madh për mua për të ushtruar një profesion, një detyrë kaq rëndësishme kushtetuese, po dhe një shërbim për vendin tim. Dhe që në herën e parë kam thënë që unë nuk do të kërkoj një mandat të dytë. Pra për mua ishin ato 5 vite, që është mandati kushtetues i avokatit popullit, 5 vite kontribut për në vlerësimin tim me modestin time për vendin tim. Pse? Sepse besoja dhe mendoja që gjithmonë, kush ka qenë jashtë strukturës shtetërore, ju mund ta keni provuar edhe vetë, është tjetër gjë kur je gazetar i lirë, gjen gjithmonë kritika, kjo s'kon mirë, kjo po, hajde bëje një herë, provoje të jesh nga ana tjetër, të punosh ditë për ditë për të ngritur diçka, për ngritur një institucion siç mund ta keni ngritur ju. Mbajmoni ato Fatosnano, ku ne ishim të çuar reklamin dhe kritikonin, po dhe tha, "Okej, hajde ne tha. Doni të hajde merrni ta. Ti këtu, hajde ju bëjë që nesër, hajde merrni ta bëjeni vetë." Ndryshon situata kur ti ulesh në. Dhe prandaj them që duhet edhe kontribut. Duhet edhe kontribut. Dhe kjo ishte arsyeja që unë e pranova këtë detyrë si një shërbim edhe ndaj vendit, pa diskutim. Kam pasur një kënaqësi profesionale të jashtëzakonshme gjatë këtyre viteve. Sinqerisht e them, sepse jam munduar të bëj më të mirën, por edhe kam marrë një feedback jashtëzakonisht shumë të mirë nga shumë njerëz që i kemi ndihmuar, nga shumë çështje që i kemi zgjidhur, dhe në nivel rajonal dhe ndërkombëtar kemi pasur arritje të jashtëzakonshme. Ju përmendet rastin Qyno, që ta keni kontribut jo modest në zgjidhjen e saj. Mësoni 2 raste, një rast të njohur dhe një rast totalisht anonim ku avokati i popullit ka dhënë kontributin e tij në vitet që e drejtoni ju. Një rast anonim, nuk një person i tjerë që i bën derës dhe thotë, "Okej, nuk di ku drejtohemi, po i bik sa e derës, do të poezi të problemi." Atëherë, neve kemi çdo vit minimalisht 300 rekomandime të dërguara nga avokati popullit. Them 300 janë më shumë se sa një në ditë, dhe kur ne nxjerrim një rekomandim nga njerëzit cilët ne i ndihmojnë. Ndërkohë, në çdo vit, po të hapni statistikat që ne tani e kemi edhe raportin me shumë statistika, po të hapni statistikat, midis në 5 vitet e fundit kemi filluar të masim edhe sa ankesa zgjidhim pa pasur nevojë për rekomandim. Pra vetëm fakti se hyn avokati popullit në themi fillon një hetim në lidhje me një çështje të caktuar, çështja zgjidhet. Dhe zgjidhet pa pasur nevojën për një rekomandim. Dhe këto janë të matshme, janë të raportuar në raportin tonë dhe janë midis 400, 500, 600, edhe 800 kemi pasur në një vit. Pra, ja dalim që ta zgjidhim hallin dhe problematikën e këtyre njerëzve.